Ishte pa besueshme. Sot po nisem me djalin në Itali, gjithçka u realizua në kohë rekord. Ishte surpriza më e madhe që mund të më vinte, gjëja më e bukur që mund të ndodhte këto ditë, mrekullia nga Zoti. Ndihem shumë i lumtur, shumë i gëzuar, ndihem sikur kam hequr një barë të rënd dhe jam shumë i lehtësuar, sepse shikoj që çdo gjë po merr një drejtim shumë të mbarë. Kemi shumë frikë që mund të shkojmë dhe mund të mos e gjejmë djalin aty. Ne nuk e pranojmë dot humbjen e tij. Nesër në mëngjes në ndihmën e gjithë shqiptarëve do të nisë. Faleminderit o Zot. Faleminderit. I falenderoj nga zemra gjithë shqiptarët. Shpresa ime tani është e pafundme që çdo gjë të shkojë mirë. Dhe po presim me padurim që të kthehemi shumë shpejt në shtëpi, jemi të tre së bashku të realizojmë ëndrrën që ne kemi thurur më përpara.